Mesfushori i kombëtares shqiptare Qazim Laçi është rikthyer te goli në Superligën turke. Në minutën e 10 ai u tregua i saktë nga pika e bardhë e penalltis duke kaluar në avantazh Rizesporin përballë Antalyasporit. Laçi nuk shënonte prej 19 janarit ndërsa ka dhënë 3 asist deri tani për vitin 2026.